Përshkrimi I librit. Bibliografi e Skenderbeut 1480-2023. Libri Bibliografi, Gjergj Kastrioti Skenderbeu në veprat e autorëve shqiptarë 1480-2023, me autor studiuesin dhe koleksionistin Hysen Sedizdari, është një libër I rrallë në llojin e vet, I vetmi libër bibliografik kushtuar veprave të autorëve shqiptar për heroin ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skenderben. Ky libër pa dritën e botimit me datën 28 nëntor 2023 në vitin e jubilaret të 580 vjetorit të ngritjes, flamurit kombëtar shqiptar nga Gjergj Kastrioti Skenderbeu në Kalan e Krujës dhe përmbledh mbi 500 vepra në fusha të ndryshme studimore të shkruara nga autorëve shqiptare kushtuar Skenderbeut për një periudhë kohore nga viti 1480 deri në shtator të vitin 2023. Për lehtësi të punës kërkimore dhe studimore, kjo bibliografi ndahet në 3 pjesë, secila pjesë ka 9 kapituj dhe përshkruar 3 periudha të rëndësishme historike të zhvillimit të librit në gjuhën shqipe kushtuar Skenderbeut në të gjitha trevat shqiptare. Pjesa e parë, 1480-1944, ndahet në 9 kapituj I. Pjesa e dytë, 1925-1990, ndahet në 9 kapituj K. Pjesa e tretë, 1991-2023, ndahet në 9 kapituj K. Kjo bibliografi fillon në vitin 1480 dhe përfundon në muajin shtator të vitit 2023. Objektivi themelor I kësaj bibliografie është përshkrimi librave historik, librave letrar artistik, biografive, albumeve, katalogëve të ndryshëm kushtuar heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skenderbeu, të shkruara në gjuhën shqipe dhe të huaj nga autor me etni dhe origjinë shqiptare, pavarësisht nga vendi ku jetojnë e punojnë kudo në të gjithë botën. Në përgatitin për botim të kësaj bibliografie janë bazuar dhe mbështetur në standardet dhe rregullat përkatëse ndërkombëtare të katalogimit, si në standardet e përshkrimit bibliografik SBR International Standard Biographics, Description, dhe në rregullat anglo-amerikane të katalogimit SRD anglo-american. Por, kam shfrytzuar edhe përvojën pozitive në hartimin dhe në botimin e bibliografive të librit shqip nga bibliotekat kombëtare në Tiranë dhe në Prishtinë. Gjatë punës për përgatitjen e kësaj bibliografie jam mbështetur në të gjithë skedarët elektronik të bibliotekave shqiptare dhe të huaja dhe biografitë e librit shqip të botuara nga Biblioteka Kombëtare Tiranë, nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës në Prishtinë, Biblioteka Kombëtare e Maqedonisë së Veriut në Shkup, por edhe në hulumtime konkrete nëpër bibliotekat e universiteteve shqiptare në Shqipëri, Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, Kroaci, Kalabrijet. Në hartimin e kësaj bibliografie jam konsultuar me biografitë e bibliografëve të njohur shqiptar si Prof. Gjergji Prekazi, Prof. Dr. Dimitër Shuterishi, Palok Daka, Prof. Jup Kastrati, Isak Shema, Ibrahim Rugova, Kasem Biçoku, Shpëtim Mema, Afrodita Shargji, Maksim Gjinaj, Ramazan Vozga, Etleva Domi, Brunilda Tahiri, Fatmira Shalari, Daud Bislimi, Liliana Verdo, Ilu Kamsi dhe me lexikomet e studiuesve të letërsisë shqiptare si Prof. Dr. Dimitër Shuterishi, Prof. Jup Kastrati, Hasan. Hasani Odhise Grillo Ete. Prandaj për çdo libër janë pasqyruar këto të dhëna: autori, titulli, nëntitulli, të dhënat për hartuesit, përkthyesit, mbledhësit, redaktuesit eti. Në pjesën e përshkrimit fizik janë dhënë numri I faqeve, ilustrimet, formati dhe çmimi I librit. Në disa raste ku mungojnë shtëpia botuese janë dhënë viti I shtypit dhe emrat të shtypshkronjeve në vend të botuesit, për të ndihmuar studiuesit në punën kërkimore, shkencore, por dhe për të plotësuar aparatin shkencor të kësaj bibliografie. Në pjesën e fundit jepen edhe treguesi bibliografik. Treguesi alfabetik I emrave të autorëve, treguesi alfabetik I titujve të librave dhe lista e emrave të shkurtuar. Renditja e materialit bibliografik brenda kapitujve dhe nën kapitujve është bërë duke mbështetur në parimin e njohur kronologjik të numrit rendor dhe të vitit të botimit. Shpresoj që kjo bibliografi të arrijë të kryejë misionin e saj, për të ndihmuar nxënësit, studentët dhe studiuesit shqiptar dhe të huaj që janë të interesuar të njohin historinë e vërtet të shkruar nga autorëve shqiptare të shekullit IX, të cilat I kanë jetuar, I kanë parë nga afër, por edhe kanë shkruar e lënë vepra monumentale për Skenderbeun si Dimitër Frangu, Gjo Muzaka, Marin Barleti, Frank Bardhi.